Mjeku zbulon sekretin. Ja sa mish duhet të hani në ditë sipas moshës që keni. Sa duhet të hani, pse është i mirë dhe pse jo, a mund ta teproj? Mendimet e ekspertëve janë të ndryshme. Çfarë nënkuptojmë kur është fjala për mishin e kuq? Ekzistojnë disa lloje të mishit të gjellit, të viçit, qingjit, kafshëve të egra, të dhisë e të tjera. Kardiologu Stefan Kopki tregon se këto lloj ndahen në 3 kategori: mishi bluar, i përpunuar dhe kategoria e fundit është një copë mishi në formë natyrore si një biftek. Nëse nuk është të përpunuar, nuk ka kurfar shtesash ushqyese. Nëse tashmë hani mish të kuq, zgjidhni atë në formën më të mirë, pra në formën e biftekut të papërpunuar, ku mund të konsumoni rreth 85 gram në ditë. Ekspertët thonë se sasitë e rekomanduara të konsumit të mishit janë të njëjta si për meshkujt dhe për femrat. Për moshat e thyera këshillohet më shumë mishi i viçit pa yndyr për të marrë edhe vlerat më të rëndësishme të mineraleve.